Përshëndetje dhe mirë se vini në analizë. Takimi i konsultimeve ekonomike dhe tregtare midis dy ekonomive të mëdha botërore, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që përfundoi javën e kaluar në Londër, duket se po shënon një zhvillim pozitiv në shkëmbimet tregtare midis këtyre dy ekonomive. Pas një periudhe tensionesh ekonomike, gjeopolitike, bisedimet po sjellin një ripërtëritje të komunikimit midis dy palëve, të trazuar pas vendosjes së tarifave të administratës amerikane. Por sa konstruktiv dhe sa premtues për të ardhmen e afërt është takimi i Londrës midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, i cili ka pasuar edhe bisedën telefonike midis dy krerëve të shteteve, presidentit Trump dhe presidentit kinez Xi. Sigurisht edhe bisedimet e Gjenevës. Sot me mua për të komentuar këtë ngjarje me rëndësi globale, o vetëm ekonomike, por edhe më gjerë, është analistja, njëherë kryeredaktore e portalit online Argumentum.al, Mariana Dota. Mariana, përshëndetje, faleminderit që do të jemi së bashku për të diskutuar për këtë temë të rëndësishme të aktualitetit. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. E kemi ndjekur si media, sigurisht edhe ju në median tuaj këtë takimin e Londrës do ta quanim, i cili startoi në kryeqytetin britanik, duke pasuar bisedën telefonike të dy presidentëve, siç e thash edhe më parë, në datën 5 qershor, dhe sigurisht një takim ky i nivelit të lartë, i cili trajtoi çështjet ekonomike dhe tregtare midis dy ekonomive të mëdha botërore, zëvendës kryeministri kinez He Lifeng dhe kryenegociatorët amerikan, sekretari i thesarit Jeffrey Besen, sekretari i tregtisë Lutnick dhe përfaqësuesi amerikan i tregtisë Greer, që e kanë zhvilluar këtë takim të parë të mekanizmit të konsultimeve ekonomike dhe tregtare. Dhe sigurisht që është një takim me rëndësi, është një takim i cili erdhi pasi Pekini zyrtar dhe Washingtoni zyrtar ranë dakord pas një pauze për një pauzë 90 ditore të tarifave 3 shifrore të vendosura nga administrata Trump, por dhe diskutimit në Gjenevë, si dhe pas konsensusit të dy presidentëve. Por cili do të ishte komenti juaj pikërisht për këtë takim që u zhvillua javën e kaluar në Londër? Sigurisht, takimi në Londër midis Kinës dhe SBA-s shënon një sinjalitet pozitiv në stabilizimin e marrëdhënieve tregtare mes dy fuqive ekonomike më të mëdha në botë. Sikundër ju e përmendet, vetë përvojësimi i zyrtarëve më të lartë si zëvendës kryeministri kinez, por edhe 3 zyrtarëve më të lartë nga pala amerikane tregon gjithë vullnetin për të pasur disa bisedime, por edhe një konsensus sa i përket këtyre këtij ngërçi ekonomik tregtar tashmë disa mujor. Sikundër e përmenda, sigurisht ky lloj angazhimi reflekton jo vetëm urgjencën e këtyre bisedimeve, por pa diskutim edhe vullnetin politik, nisur edhe nga ajo që ju përmendët se pak përpara këtyre bisedimeve ne patëm edhe telefonatën shumë të rëndësishme ndërmjet dy udhëheqësve Trump dhe Xi Jinping, i cili edhe vetë Trump e tregoi që tashmë marrëdhëniet me Kinën janë të shkëlqyeshme. Në fakt është duke sikur ky ngërç dhe bisedimet e Gjenevës patën nevojë për këtë telefonat. Sigurisht i dha edhe një hovë, por pati edhe pritshmëri shumë pozitive ndaj nga ky takim, por unë do doja të theksoja vetë përvojësimi shumë i lartë nga pala kineze, por edhe pala amerikane në këtë tryezë bisedimesh, dhe i dha pa diskutim këtë impakt pozitiv dhe njihon pozitive të gjitha pritshmërive që pati bota ndaj këtij takimi. Shumë rëndësi, pavarësisht se disa rezultate nga këto bisedime janë artikuluar edhe publikisht, ura dakord pa diskutim, pra edhe konsensusi i atyre çfarë kishin folur udhëheqësit e dy vendeve, por njëkohësisht bisedimet dhanë edhe një kornizë për diskutimet e mëtejshme, duke hapur pa diskutim edhe kanale të komunikimit sa i përket, le të themi, ndoshta një konfrontimi tregtar ose mosdakordësie sa i përket tarifave të vendosura nga Trump përgjatë këtyre muajve. Dhe sigurisht që rëndësia e këtyre konsultimeve, e këtij takimi, por edhe atij të mëparshmit në Gjenevë, nuk qëndron vetëm në rezultatet konkrete, ashtu siç e thatë edhe ju, të tarifave, të përcaktimit të paqindjeve dhe por edhe në riafirmimin nga ana e të dy ekonomive të rrugës së dialogut, një dialog i cili është saktësuar si i barabartë nga të dy palët për të zgjidhur mosmarrëveshje. Ky gjykoni se mënyra se si Kina dhe Shtetet e Bashkuara i menaxhojnë mosmarrëveshjet e
tyre dhe zgjerin bashkëpunimin reciprokisht të dobishëm do të formsoj një trajektore tashmë në ekonominë globale, por edhe në tregtinë globale. Absolutisht, si kundër e ka theksuar faktikisht pas këtyre bisedimeve vetë, zëvendës kryeministri i Kinës tregon që forcimi i marrëdhënieve ekonomike midis Kinës dhe SBA-s ka një rëndësi shumë të veçantë, jo vetëm sa i përket marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve, por pa diskutim ka një përgjegjësi shumë palshe edhe për ekonominë botërore, duke qenë se tashmë ekonomia botërore ndodhet përballë disa sfidave jo vetëm politike, por kemi konflikte rajonale, sigurisht kemi edhe një inflacion ekonomik, edhe duke qenë se këto dy vende përfaqësojnë edhe dy ekonomitë më të mëdha në botë, pa diskutim që kanë edhe një lloj peshe dhe përgjegjësie globale. Me të drejtë, të gjithë sytë kanë qenë përballë këtij takimi për të parë sigurisht vijshmërinë dhe impaktin që do të kenë këto bisedime dhe është e rëndësishme ajo çfarë përfaqëson me të drejtë Kina dhe Amerika sot në botë. Pra, ata kanë këtë lloj përgjegjësie globale sepse kemi të bëjmë sigurisht edhe me zinxhiret e furnizimit, por sigurisht flasim për çdo veprim, si nga ana e Pekinit edhe e Washingtonit, kanë dhe reflektojnë edhe të gjithë ecurinë e tregjeve të tjera. Kjo edhe përballë atyre vendeve të treta të cilat kërkojnë aktualisht një siguri në përballë sigurisht të gjitha sfidave ekonomike në botë. Dhe ndërkohë, nëse ashtu siç e thatë edhe ju, nuk mund të shikohet bashkëpunimi midis dy ekonomive më të mëdha njëkohësisht dhe dy superfuqi botërore, siç janë Kina dhe Shtetet e Bashkuara të ndara, në kontekstin global, sepse secila palë, pra të dy këto ekonomik, të dy këto fuqi të mëdha botërore, kanë edhe aleancat e tyre, kanë partnerët e tyre strategjik. Dhe me vendosjen e këtyre tarifave, sigurisht që këto ekuilibra janë presuar tashmë dhe kemi të bëjmë me atë që presidenti Trump në fakt në daljet e tij publike, në deklaratat e tij, ka thënë se si vendosja e tarifave do të janë në një farë mënyre do të forcojnë ekonominë amerikane. Por nëse do të shikojmë konkretisht, tarifat doganore kanë trazuar disi këtë kontekst, duke parë të gjithë aleatët dhe partnerët e Shteteve të Bashkuara, duke u nisur nga Bashkimi Evropian, që është ekonomia e tretë botërore, dhe në të njëjtën kohë kemi këta partnerë siç është Kanadaja, Bashkimi Evropian, por edhe disa ekonomi të mëdha aziatike, të cilat kanë kundërshtuar tarifat e reja të administratës Trump dhe për shembull me BE-n po bëhen përgatitje për një raund tjetër negociatash. Megjithatë, vendet të Bashkimit Evropian të rëndësishme kanë paralajmëruar administratën Trump se do të përshpejtojnë veprimet ndaj Washingtonit, i cili ka vendosur tarifat 50% për shembull mbi çelikun dhe aluminin nga 25% që kanë qenë ato fillimisht. Komisioni Evropian e ka quajtur këtë veprim të dëmshëm për diplomacinë. Dhe nga ana tjetër, në analizën ndërkombëtare ka një optimizëm për diversifikimin e politikave të presidentit Trump. Juve si e shikoni në një të ardhme të afërt, afërshkurtër, megjithëse nuk mund të bëjmë asnjë lloj prognoze, ju si analist në radhë të parë, por edhe në mediat ndërkombëtare, analizat e shumta mungon prognozat për shkak edhe të çfarë është përshfaqur në këto 5 muaj të parë të vitit 2025? Për shkak ndoshta të paqëndrueshmërisë vetë Trump lidhur me vendimet e tij edhe përballë këtyre tarifave ekonomike, sepse ai ka patur deri tashmë një qasje shumë agresive në vendosjen gati unilaterale të tarifave, por njëkohësisht ka patur edhe hap pas. Pra një lloj tërheqje. Pra ai ka ecur me një taktik 2 hapur përpara dhe 1 hap mbrapa. Dhe në këtë aspekt tashmë ndoshta edhe analistët edhe studiuesit të makroekonomisë janë tashmë domethënë të dyzuar se çfarë mund të presim ne nga Trump. Ndaj, sigurisht ky nivel zyrtar që u përfaqësua në Londër tregon një lloj institucionalizimi që i dha Kina dhe Amerika këtyre bisedimeve të rëndësishme tregtare. Pra krijuan edhe një kanal diplomatik ekonomik duke shtruar sigurisht këtë fazë në një le të themi fazë të rëndësishme dhe serioze, se bëhet fjalë për ekonominë. Ndryshe nga çfarë ne kemi parë deri tani në sjelljen e Trump, sa i përket përballë Bashkimit Evropian, pra një aleat strategjik dhe një mik, apo ndaj Kanadas, apo ndaj Meksikës, i cili ka patur edhe tërheqjet e tij, pra ka thënë kam folur për shembull me presidentin e Meksikës, pata një bisedë të këndshme dhe le të japim pak kohë që ta marrë veten. Sigurisht
kjo nuk është serioze, por kjo edhe e luhat, le themi, të gjithë ekonominë, sepse gjithsesi tarifat janë aty, pavarësisht se ne kemi përballë një president atipik, por nga ana tjetër, le themi që ai tashmë atë prognozën e tij e ka elaboruar me kohë. Po lexoja faktikisht i rikthyer një libër që ai ka botuar në vitin 1987, The Art of the Deal, pra arti i marrëveshjes, dhe tashmë shumë analistë thonë, shikoni, ai në fakt le themi po zbaton me përpikmëri të gjitha të qasjen dhe të planin atë lloj manuali biznesi që ai ka botuar gati 38 vite më parë. Megjithatë sot si president shikojmë që në fakt në këtë libër ai është gjithë vizioni i tij, gjithë filozofia e tij se si ai shikon botën. Dhe duke qenë se ai është një biznes i mirëfillt, pra nuk ka të bëjë as pak me diplomacinë ekonomike, por edhe me diplomacinë në tërësi apo qoftë edhe si politikan, shikojmë pra që ai thot unë do të lëviz me ligjin e forcës. Ndoshta ne quajmë random ligji i xhungles. Kush është më i forti, do të mbijetoj. Sigurisht kjo nuk është drejt, sa i përket të gjitha asaj ecurie që ne kemi parë ndër dekada dhe mënyrën se si funksionon bota ekonomike, duke qenë se ai tashmë nuk po merr më as shembull dhe nuk po bazohet as në institucionet ndërkombëtare të ekonomisë, por ecën me idenë e ligjit të forcës, pra e vendosmërisë, por edhe kërcënimit, por edhe e provokimit deri ku mund të arrijnë nëpërmjet këtyre tarifave. Sigurisht kjo është një politikë e rrezikshme për vetë faktin sepse nëse Bashkimi Evropian aktualisht edhe për hir të kësaj marrëdhënie strategjike që në fakt u nevojitet të dy palëve po krijon dhe po pret, pra po jep kohë gjithashtu Trump që të zbusë le të themi ato reagimet e tij, sikundër dhe Kanadaja, për shembull që ai ka shkuar deri në limitin e fundit sa i përket tarifave, pra ka shkuar vazhdon domethënë teoria e tij proteksioniste, por nga ana tjetër sigurisht Trump do të jetë i vetëdijshëm, por edhe pala amerikane që do të ketë një reagim edhe nga këto vende, pavarësisht se këto janë vende edhe aleate dhe strategjike. Sigurisht kjo nuk, le themi, kjo lloj fryme që ai ka përdorur me këto vende, që janë edhe aleat, pra strategjik, le themi tradicional, nuk është se ka gjetur një gjuhë të përbashkët me Kinën, sepse Kina u tregua që në kryet e herës e vendosur se ajo do të shkojë, le themi, deri në fund edhe një lloj ka imponuar është e vërtetë. Mënyrën e vetë këtë ndryshim të kursit të administratës Trump në mënyrën e paparë deri tani se si ishte përshfaqur, sigurisht që Kina për sa i përket diplomacisë ka diplomacinë e kreut të shtetit, ka edhe një kulturë të pragmatizmit në diplomaci, të tryezës së bisedimeve, dhe me sa duket tani kjo po prevalon, edhe ndoshta do të ishte rruga më e mirë këto takime bilaterale, sigurisht, por pse jo, edhe shumë lateral, shumë palshe, të cilat në një farë mënyre midis përplasjeve që nga shumë analistë janë konsideruar dhe si luftë tregtare, të krijojnë disa kanale të komunikimit. Në fakt, nëse e merr mirëfillt një lloj konotacioni luftë tregtare, nëse kjo do të zhvillojë direkt mes Kinës dhe SBA, sepse sikundër e thamë dhe në fillim, ata janë përgjegjës direkt edhe për gjithë ekonominë botërore. Ndaj sikundër çdo përplasje apo bashkëpunim mes Kinës dhe SBA-s sigurisht reflekton dhe formeson atë arkitekturën ekonomike botërore. Ndaj sigurisht është shumë e rëndësishme këto bisedime serioze, të cilët për hir të së vërtetës të dyja palët i kanë dhënë të gjithë rëndësinë, i kanë vlerësuar dhe i kanë dhënë të gjithë rëndësinë e duhur, sepse besoj përpos faktit që sigurisht Trump është një biznesmen i afirmuar dhe ai ecën sigurisht dhe me këtë, le të themi, këtë ligjin e forcës dhe duke shtyr deri në maksimum, ai e njeh mirë edhe impaktin edhe rëndësinë e ekonomisë së Kinës si një fuqi globale. Ka ndodhur deri tani në fakt është edhe reflektim dhe ne shpresoj që edhe në të ardhmen e afër edhe vera sigurisht muaj korrik do të sjellë të tjera evente, të tjera edhe Bashkimi Evropian në periudhën në korrik do të ketë gjithashtu edhe bisedimet e radhës dhe shpresoni se vitin 2025 do ta quajmë edhe një vit përcaktues për sa i përket marrëdhënieve jo vetëm midis fuqive të mëdha botërore ekonomike, por edhe në të gjithë arenën ndërkombëtare.
Shikoj, në fakt, Se ka nisur në fakt ndryshime të mëdha dhe po vijon me sa duket. mund ta quajmë përcaktues, po për mua ky vit ka nisur me zhbërje të aleancave dhe le të themi një lloj riformatimi. Sigurisht e merr dhe ne këtë lloj vlerësimi si përcaktues sepse ne do shikojmë se si do të jetë bota në 2026. Pra do të kemi një botë sigurisht mes një shumë palëshe apo ndoshta për 2026 është herë për ta thënë, por po, është e vërtet, ky vit është një vit i përcaktimeve të shumë aleancave, bashkëpunimeve dhe jo, le të themi krijimit të aleancave të reja, por edhe zhbërjet atyre të vjetra, që tregon se po ne po jetojmë ndoshta në një botë në ndryshim, tashmë jo diplomatik, por edhe ekonomik. Dhe sigurisht këto dy fuqi të mëdha, por edhe palët të treta, si kundër është Bashkimi Evropian, Kanadaja, Meksika, apo vendet të tjera të BRICS-it, do të dominojnë, le të themi, këtë rëndësinë ekonomike përballë këtyre ndryshimeve gjeopolitike që ne po jetojmë tashmë çdo ditë. Mariana, unë falenderoj shumë për opinionet që ndave në studion e analizë. Faleminderit. Faleminderit ju. Të dashur miq, ne këtu kemi përfunduar analizë për sot, u ndalëm në takimin konsultativ që u zhvillua në kryeqytetin britanik Londër midis përfaqësuesve të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës për çështjet jo vetëm të tarifave doganore, por edhe për shkëmbimet ekonomike dhe tregtare me të ftuar analisten kryeredaktore e portalit online Argumentum.al, Mariana Doda. Ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat në analizë, miru takofshim.